إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله نفالندرoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk e takon adhurimi as kujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është robi i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Një ditë prej ditëve, kalifi muslimanëve Harun al-Rashid hyri në qytetin Raqqatus Tasiris. Thuhet që Harun al-Rashid i 13 vitet e fundit kishte pas jetuar në Raqqa dhe kishte pas marrë si kryeqyteti i dytë i kalifatit të tij. Kryeqyteti i parë ishte në Bagdad, kurse i dyti ishte në Raqqa të Siris, shkaku i shumë strategjive dhe poshtu edhe vendit natyrës së bukur që e kishte ai qytet, e Harun al-Rashidi shpeshherë vizitonte dhe qëndronte në atë. Një ditë prej ditëve kur hyri në këtë qytet, rastisht ndodhi që të vjen edhe një dietar prej dietarëve të Khurasanit i quajtur Abdullah ibn Mubarak. Kur hyri brenda dhe njerëzit e pan Abdullah ibn Mubarakun, gjithë ju turën pas, derisa thuhet që edhe sandallet e tyre u shkoqën, edhe filloi që të ngritet pluhur shkaku i këmbëve të tyre dhe hapave të tyre. Njerëzit normalisht e njihnin edhe e dinin, po një grua nga pallati mbretëror për një kulle që ishte prej druri e pa dhe tha kush është ky njeri. I treguan se është një dietar prej dietarëve të Khorasanit. Khorasani nuk është Khorasani i sodit që është në Iran, po Khorasani ka qenë ai shteti ose do thot ai rajoni i gjerë në periudhat e kalifatëve islam ku e ka përfshi Iranin, e Uzbekistanin, e Tajikistanin, e Afganistanin, do thot rajoni i gjerë. Kur e pa se çfarë ndodhi, tha ky që ka pushtet ose pushteti i vërtet, e jo pushteti i Harun al-Rashidit, se ky njeri as nuk ka ushtri, e as nuk ka polici, e as nuk ka përkras që t'i grumbulloj njerëzit që ta presin atë. Kalifi kur vinte, njerëzit dinin e prisnin. Kur hyri Abdullah ibn Mubarak, vetëm se me të kuptuarit se kush ka hyrë në qytet, me një njerëzit ju turrën që të shkojnë ta vizitojnë edhe ta shohin atë, e tha ky që ka pushteti i vërtet, jo pushteti i Harun al-Rashidit, i cili grumbullon njerëzit me ushtrinë edhe me ndihmtarët e tij. Dia njeriu e ngrit. Ai i cili e shton diturinë e tij, s'ka dyshim që do i shtohet nomi i tij. Ai i cili e shton takvallokun e tij, devotshmërinë e tij, s'ka dyshim që devotshmëria e tij do t'ia shtojë ndershmërinë e tij. Inna akramakum indallahi atqakum. Njerëzit më të ndershëm ndër ju janë pikërisht ata që i ruan të këqijat. S'ka dyshim se dia ngrit popull, ndërton qytetrime, përmirëson shoqëri, bën civilizime. Dhe me lenë Allah dia shkak që të ruhet një popull, të ruhet fuqia dhe krenaria e atij populli. Kush ka dije, Allah Azza e ngrit pozitën e tij, emrin e tij, edhe nomin e tij. Po ashtu dia shkak që të frymëzojë ose që të lulëzojë realisht edhe prodhimtaria edhe industria. Me një vend, nëse shef që ka dituri dhe ka njohuri, e shef që ai vend është i avancuar, e shef që ai vend ka prosperitet për të ardhmen e tij dhe poshtë shpresohet mirësi prej tij. Yerfa illahu alladhina amanu minkum alladhina utul kitaba darajat. Allahu utul ilma darajat. Allahu i ngrit në mesin tuaj në grada ata që besojnë dhe po ashtu që Allah Azza atyre u ka dhënë dije. Nëse dëshiron për me ditën të ardhmen e një qyteti, një shteti, një populli, një ummeti, vetëm se interesohu se sa kanë interes rreth dijes edhe rreth njohurisë. Nëse e shef që ata mundohen edhe kanë ambicie të larta që të arrijnë dituri, dije që e ardhmja e atyre do të jetë mirë. Nëse një popull nuk e ka interes fare diturinë edhe njohurinë, po ata merren me marrëzira, me gjëra të kota dhe mbizotron në mesin e tyre ignoranca, dije që ai popull është gati vetëm se të bie. Kështu realisht janë rënu qytetrimet edhe ummetet. Përderisa musliman kanë pas interes të gjerë për diturinë dhe ka qenë prioritet dituria, në jetën e tyre musliman kanë qenë të parat në gjitha fushat edhe sfera.
kur muslimanët e praktikën dijen dhe filluan që të merren me epshet edhe të zhyten në pasione, atëherë filluan që të bien edhe edhe qytetërimi islam. Ibn al-Qayyim rahimullah thot, nuk ka diçka më të dobishme për njeriu se sa dija që e merr në dunjë dhe në ahiret. As nuk mund që të barazohet me te pushteti, e as pasuria, e as gjithë tjetër. Nuk mund që ajo pe atë nëm, atë famë, atë emër dikujt, as pasuria, as pushteti, as pozita, ashtu si që jep dija. Thot Ibn al-Qayyim, dituria të ndershmit i ashton diturinë e tij, kurse sklavin e bën që të ulet në një ndeje që të qëndrojnë bretërit edhe qëndrojnë po ashtu edhe ulemat. Këto ditë nxënësit do të kthehen në përshkolla pas një periudhe disa mujorëshe që pushuan edhe qëndruan në shtëpitë e tyre. Andaj u uroj fillim të mbar edhe po ashtu vit të bereqetshëm. Normalisht se ne i kemi ata fëmijë dhe u duam të gjithëve të mirën. Andaj i shpresoj që çdo nxënës i cili do të fillojë me shkollën e tij, apo çdo student i cili do të fillojë me studimet e tij, ta ketë parasysh një çështje në jetën e tij. Duhet patjetër që të merret me jetën e tij, me synimin e tij, në jetën që për Allahun azza wa jall. Mos jetë synimi i tij thjesht vetëm se kënaqësitë e kësaj dunjës apo arritjet që i jep kjo dunjë. S'ka dyshim se disa prej profesioneve i japin ato privilegjet në dunjë. Mirë po esenca e tij duhet që të jetë kënaqësia e Allahut azza wa jall. Nëse ai në jetën e tij e përmirëson, Allahu do i japë bereqet, do i japë mbarësi në dijen e tij dhe Allahu do e ngritë në mesin e shokëve të tij. S'ka dyshim që dija është e rëndë, se kishte qenë e lehtë, çdo njeri prej neve kishte më marrë me dituri. Po dija është e rëndë, kërkon durim dhe kërkon sabër, kërkon përpjekje të madhe. Andaj çdo nxënës duhet me pas parasysh se për me arrit deri te dija dhe që t'i shtohet ajo, patjetër duhet që të ketë sabër, edhe patjetër duhet që të ketë përpjekje, edhe duhet që ta kujtojë synimin e tij, se nëse ai realisht nuk kujton nga synimi i tij që e vendos në fillim, atëre ka mundësi që të bie dhe ka mundësi që të bie dhe ambicia e tij. Kur njeriu është i sigurt në veten e tij, e ka një synim, e ka një ambicie në jetën e tij, dëshiron që të bëhet mjek, dëshiron që të bëhet inxhinier, dëshiron që të bëhet arkitekt, dëshiron që të bëhet diçka që i bën njerëzve dobi dhe është dobiprus për ummetin e tij, për popullin e tij, s'ka dyshim se kjo ambicie e forcon në këmbët e tij dhe ja bën me dija atij se kjo rrugë padyshim që nuk është e lehtë. Mirë po megjithatë shpërblimi do vijë më vonë me lejen e Allahut azza wa jall. Obligimi jon është ne të i përkrahim, sepse si shoqëri kemi obligimin ndaj tyre, tu mbjellim atyre vlerat, tu mësojmë atyre dijen dhe po ashtu tu tregojmë atyre se për mi arrit deri te ambicet patjetër duhet sakrificë, nuk mundet çdo sen që të lehtë. Fatkeqësisht ne shohim sot që disa prej nxënësve tonë qëllimi i tyre është vetë ta kryejnë një shkollë, ta marrin një diplomë, mirë po jo të marrin dije. Andaj shumë lehtë arrin edhe deri te diplomat. I marrin diplomat me lehtësi, shkaku i ndërmjetësimeve, shkaku do të thotë i rishveteve e çështjeve ndryshme, pastaj ai person kërkon që të hyjë në punë, edhe të ketë do të thotë privilegje, edhe të ketë ndershmëri, edhe të ketë mesin e shokëve të tij nëm. Padyshim se nomi i tij është i zbehur, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk i jep bereqet atij njeriu. Sado që njerëzit thonë që njerëzit nuk po na dinë për dijen që po e mormi, mos harrojnë se Allahu nuk e harron as mundin tënd, as sakrificën tënde, e as gjithë ato përpjekjet e tua dhe ke për me marrë me lejen e Allahut azza wa jall. Andaj si shoqëri ne kemi obligim që të kujdesemi për ata të cilët janë brezat e ri, që të mundojmë të edukojmë me edukatën e saktë dhe drejtë, për shkak se përgjegjësia bie mbi ne. Trekëndshi që ekziston, shkollë, familje edhe shoqëri, është trekëndshi që duhet që të rishikohet mirë, edhe qëndrohet në atë trekëndsh dhe mos dilet jashtë, sepse familja edukon, shkolla edukon dhe po ashtu edhe shoqëria edukon. Pejgamberi Allahu azza wa jalla tha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Çdo njeri nga ju është barinj dhe secili prej jush do të japë llogari për kopën e vet. S'ka dyshim që duaja është një prej faktorëve që ndikon fëmia të edukohet edhe ta marrë rrugën e drejtë. Ibrahimi alayhis salam u lut dhe tha: "Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Ibrahimi që njihet si njeriu i tauhidit, njeriu i cili ka qenë pejgamberi i Allahut azza wa jall, megjithatë lut Allahu dhe tha: "O Zot, më bëj prej atyre që e falin namazin dhe po ashtu pasardhësit e mi, o Zot, më e prano lutjen time." S'ka dyshim që ilmi, dituria është nimet.
është dhuntia, është mirësi, begati e di ai i cili është mundu në për kohrat vështira të arrije deri te dia. Vetëm se merrni shtetet, edhe qytetet, edhe vendet që nuk kanë siguri. Shikoni ata se luftrat çfarë kanë bën me ata. I kanë shkatru shkollat, i kanë shkatru gjitha rrugët, e kanë shkatru infrastrukturën. Shtëpitë e tyre nuk kanë vend ku mësojnë, nuk kanë libra, nuk kanë klasa, nuk kanë profesora e as nuk kanë mësues. Ta fëmijë detyrohen për me qëndru ashtu. Ndoshta edhe analfabet, vetëm që nuk ka pas siguri në atë vend. S'ka pas infrastrukturë, as shkolla, as libra, as mjete për shkollë. Ka nxënës që mësojnë në për hijet e pemëve, e në për hijet e murave, e mësojnë në për vendet të ndryshme ku nuk ka ftohje, e ka vetëm se nxet, diku thuhet në për vendet e Jemenit, si shta tregonin disa prej dietarëve, temperatura arrinte mbi 50 gradë, megjithatë qëndronin edhe mësonin. Nuk i kishin kushet e tona, as nuk i kishin mjetet e tona, po e kishin niyetin e sinqert, vetdijen e pastër, dëshironin dije, qëndronin ashtu, vetëm që ta pasurojnë trunin e tyre dhe shpirtin e tyre. E andaj duhet që ta kuptojnë çdo nxënës, edhe çdo student, se te ne elhamdulillah mbi zotron siguria. Dhe i kemi shkollat, i kemi universitetet, i kemi mësuesit, i kemi profesorët, i kemi mjetet, i kemi dhuntit, e Allahu ta zotxhel çumta. E andaj atyre umbetet vetëm se mësimi. Umbetet vetëm se të ulen, të kontribojnë, edhe të mësojnë, një jetin të përmirësojnë, qëndrojnë edhe shpresojnë se kjo shoqëri do të përmirësohet me lejen e Allahut. E ata do të qenë një prej faktorëve që do të ndikojnë në ndryshimin e shoqërisë edhe po ashtu në përmirësimin e shoqërisë. Mirë, po unë thash, një jeti duhet që të ndryshohet në fillim, sepse nëse nuk ndryshohet në fillim, atëherë do jetë shumë e vonë, kur do të jetë shumë vonë, kur do zhytet njeriu në përpasuri, edhe interesi i tij do të jetë dunjoja, atëherë mos ka mundësi në zemër që të mbizotroje dashuria për Allahun, interesi për shoqërinë dhe interesi që të jetë i dobishëm në mesin e atij populli që jeton. E lusë Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall të na ruan dhe të na mbron neve fëmijëve tan. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Oti mësues, profesor, mjek, inxhinier, arkitekt e doktor. Dine që njerëzit ju shohin tani ti si je, me adije që e ke dhe me adhunti që Allah zogjet të ka dhënë. Mirë, po asnjëri prej tyre nuk i ka kalu sakrificat e tua, asnjëri prej tyre nuk e di se kush ta ka mësu alfabetin, kush ta ka mësu leximin edhe shkrimin, asnjëri prej tyre nuk i di vuajtjet e tua, mundimet e tua, qëndrimet e tua natën për me marrë me mësua dhe me lexu, sakrificat e prindërve, vuajtjet e tyre, lotët e tyre, largimi prej tyre, askush nuk i di dhe nuk e llogarit. Ai shef tani si je dhe gjykon sipas asaj që ai e shef. Mirë, po mos harro që Allah zotxhel i di gjitha. Allah ta di mundin, ta di sakrificën, ta di kush ka mësu për me shkruajtur edhe me lexu dhe kush ta ka mësu alfabetin në fillim. E Allah do shpërbleje secilin prej tyre për mundin që e ka bë. E mira shpërblet vetëm se me të mirë. O ti mësues, për gëzou edhe për hajër qoftë ajo luçe që e bën e tërë gjillësia për ty, ashtu si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se me të vërtet Allahu dhe melekët e tij, banorët e qijeve dhe të tokës, madje milingona në vrimën e saj, e madje edhe balena në det, luten për atë njeri, për mësuesin i cili u mëson të qerve të mirën edhe dobin. Mos harro se askush nuk ta harron mirësinë tënde dhe po ashtu edhe sakrificën tënde. Se cili prej neve e kujton se mësuesi realisht është feneri në errësirë që i riu ose fëmia do thot jeton. Edhe po ashtu fjalët e tij janë ato që ringjallin zemrën me lejen e Allahut të zotxhel. Vetëm kujtoje se sa të padijshmi e mësoi dhe sa të shkujdesurin e kthedhe dhe po ashtu ti atë e drejtove. Mos harro se fëmijët tan o ti mësues janë amanet e ti. Amanet ti kemi lënë që ti mësosh, ti edukosh dhe ata që të nesërmën të rritën dhe që në burra të cilë shpresohet për tyre përmirësimi edhe mira. Mos harro që ne e kemi për obligim që të përkrahim edhe ndihmojmë me lejen e Allahut azza wa jall. S'ka dyshim, ashtu si vepron, ashtu do veprosh. S'ka dyshim se ti fëmijën tënd dëshiron që ta shohësh me sukses, edhe ta shohësh që është njëri i mirë, edhe ta rrije diçka në jetë. Nëse ti ja don fëmijëve të muslimanëve, këtë gjë s'ka dyshim që Allah azza wa jall ka mi dhon barësi edhe fëmijës tënd dhe familjarëve të du. S'ka dyshim se po misioni i mësuesit është i vlerëshëm, është i shtrenjtë, nuk ka mision, nuk ka profesion.
se profesioni do thot i mësuesit. Me të vërtet ai nëse e jep hakun e tij, atëherë do i marrë dy të mira me lenin Allahut azza xal. E mira e parë, Allah do t'i japë bereqet në rrogën e tij. S'ka dyshim se ai që e merr atë rrogë e ka rrogë që e meriton. Bile duhet edhe më shumë. Për shkak se te ne ju dini shumë mirë se mësuesi, profesori, hoxha nuk paguhen do thot ashtu siç e meritojnë. Vlerësimi i tyre do thot nuk është nivelin që duhet që jetë. Po megjithatë, nëse je i sinqert me Allahun, Allah zogjët do të çapë bereqet. Kjo është shpërblimi i parë që e merr në dunjë. Shpërblimi i dytë do të jetë, s'ka dyshim, është shpërblimi që e merr në ahiret, xheneti Allahut azza xal. Ibn Mubarak i thoshte, nuk di pas profecisë, pas pejgamberllokut, një grad, një shkallë më të lartë edhe më të mirë se sa përhapja e dijes. Një prej dijeve më të mira që kërkohet prej neve dhe që gjithë duhet që ta mësojnë është mësimi i librit të Allahut azza xal. Ta mësosh Kur'anin, është dhuntia, është mirësi. E mëson edhe mjeku, edhe inxhinieri, edhe profesori, edhe mësuesi, gjithë e mësojnë. Secili musliman e mëson. Andaj është krenari për xhallar, edhe është krenari për avazllar, që dikujt t'ia mësojnë vetëm se një gerë prej germave të Kur'anit. Për shkak se ai e di se ti kur ja mëson një gerë, ti shpreson prej tij mirësi. Dhe çdo herë që e lexon Kur'anin, shpresohet që me lenin Allahut të marrë edhe ai shpërblime. Ndikimi i tyre është i madh dhe po ashtu sakrifica është e rëndë, andaj edhe gjithë ato xhallar, edhe afëzllar, duhet ta kuptojnë se duhet sabër me nxënësit e tyre dhe me talebet e tyre, sepse nuk është e lehtë që edukohet një fëmijë. Edukimi është i rëndë, arsimi është i lehtë, ka mundësi me marrë informacione sa dush, po edukimi nuk është i lehtë, edukimi është i rëndë, e sakrifica paguhet me lenin e Allahut azza xal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha të shkojnë ndonjëri për juve në xhami, të i lexoj apo të i mësoj 2 ajete, kjo është më e mira se të i ketë 2 deve. Të shkoj dikush në xhami, të i lexoj apo të i mësoj 3 ajete, është më e mirë, është më e mira se sa të i ketë 3 deve. Të shkoj dikush të i mësoj në xhami apo të i lexoj 4 ajete, është më e mirë se sa të i ketë 4 deve. Sa më shumë që lexon ajete, aq më mirë është për të, edhe s'ka mundësi që të barazot askush, madje edhe devat që kanë qenë do thot shtrejta në atë periudhë rrallë, kush i ka posedu ato. E do thot për mesesem dëshiroj që tregon se mësimi i Kuranit është i veçantë, edhe secili prej neve e ka obligim që ta mësojnë veçanti tash kur çdo mjet është lehtësu dhe nuk mund që të arsyetohet, as i dituri as i padituri, as ai i cili është i angazhuar apo ai i cili është i lirë, sepse mundësitë janë. Ka mundësi që të mësohet edhe në xhami, ka mundësi që të mësohet edhe jashtë xhamive, ka mundësi që të mësohet edhe online, e kështu me radhë. Gjitha mundësit janë, mirë po kërkohet vetëm se këmbgulje, vullnet edhe sinqeritet. Kaloj pushimi, do kaloj s'ka dyshim edhe viti shkollor. Kalojnë edhe vitet, do vije kohë kur të shohim fëmijët e tonë se vetëm se janë rrit. Ndërkohë e jona është që ne të mundojmë të edukojmë edhe të mësojmë. To mbjedhim atyre vlera, to largojmë atyre çdo vesë ose çdo vesë që e kanë në shtëpitat e tyre në edukatën e tyre. Nuk është lehtë edukimi. Edukimi është i rëndë, e din baballarët e tonë, e din do thotë gjyqërit tonë se sa e rënda ka qenë për fëmijën, për me eduku, sa sakrifica e tyre ka qenë, mos flasin në aspektin material, po flas në aspektin e edukimit, që ka qenë më i rëndi për shkak se për prindin është shumë e rëndë me pa evladin e tij devijum, është shumë e rëndë me pa evladin e tij me drogë, me alkool e me bixhos, është shumë e rëndë me pa fëmijën e tij që nuk angazhohet edhe nuk mëson, edhe rri me çështje të kota dhe nuk merret me asgjë e cila është e dobishme. Prandaj prindit i dhem, atij që i dhem, askujt që tërkujt nuk i dhem. Luçja e tij është një prej sebepeve që me lenin Allahut ai fëmijë të udhëzohet edhe të mbarsohet. Andaj edukimi kërkon durim, kërkon sakrificë, edhe kërkon përpjekje me lenin Allahut azza xal. Nëse te fëmia ka sinqeritet, edhe ka këmbgulje prej anës prindit, me lenin Allahut atëherë do ketë edhe rezultat. Andaj s'ka diçka më të mirë që e le prindin në dunjë për fëmijën e tij, se sa dija e dobishme që atë e ruan edhe mbron, se sa imani i tij që e udhëzon edhe e drejton, se sa morali i tij që e ngrit në mesin e njerëzve dhe ambicia e tij që e mban edhe ja forcon këmbët e tij. Kjo është tesari më i madh, nuk është pasuria që ja le, është dituria që ai e ka dhe imani i tij. Kjo është tesari që e merr me vete dhe po ashtu kjo është trashëgimia që do të mbetet me lenin e Allahut azza xal. E lut Allahun që fëmijët e tonë Allahu xal i udhëzon, e lut Allahun që Allah diturin t'u jep dhe t'u ashton, e lut Allahun që fëmijët që do të fillojnë edhe studentët në shkollë, Allahu xal t'u japë mbarësi, t'u ashtojë diturin dhe po ashtu mësuesve dhe profesorëve, t'u ashtojë sabrin me ta, t'u forcojë imanin dhe po ashtu edhe këmbgulën në edukimin e tyre, sepse me të vërtetë është një proces i rëndë, nuk është proces i lehtë,
po Allah e lehtësoft atyre dhe neve. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.